flisim në Catecast Monika Lubonja me doktor Skerti Faria, datë 23/7/2026, skena 1, tek 1, çak. Mikesha Emil, sot kam një mikeshën time të veçantë, një personazh i veçantë që ka shumë gjëra që do na tregojë në këtë Catecastin ton të ri. Kam këtu Monika Lubonja, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Ai nuk po bëj një hyrje kështu nga këto që kemi përgatitur këtu, jo po ka bërë këtë, ka bërë atë. Do fillojmë drejt me Monikën. Monika, me që do flasim, do bëjmë një dorë muhabet, do na thatë edhe gjuhë, kështu që merri çik kështu nga këto lëng frutash. Okej, qofse të pëlqen apo do ndonjë do të Shiko, jo. Unë kujtova se do ishin nga këto gjelpëra që do më injektoje. Këto janë, nuk të injektoj gjë, se s'ke nevojë ti për asnjë gjë. Kështu që Unë po marr këtë. Po të shpjegoj, kemi secili nga neve, kemi nga 3, se një së mjafton, edhe këto janë shiringa sterile, një përdorimshe, të cilat me që jemi në sallë të operacionit, që po bëjmë këtë Catecastin ton unik, e them gjithmonë, është unik në botë ky, si location, pastaj për gjërat që bëj, ndoshta s'është në një kushti se çfarë, por këtu po përdorim gjërat të sallës së operacionit. Këto tasat janë steril, të cilat ne i përdorim për pacientët. Pastaj lahen, sterilizohen, edhe po i pim, këtu ja gëzuar. Po i pim, domethënë ne jemi me tasa steril. Gëzuar. Gëzuar dhe juve. Gëzuar e mirë se na erdhe. Pastaj thonë gojët e liga, që ti i ke cicat e bëra dhe unë kam sjell 2 protezë. Po jo, mua e di çam burare, kjo është pak si e shesh, ajo është pak si me majuc. Po, me majuc, ti si ke? Po, me majuc. Me majuc, pra, Unë... Skup unik, Monika Lubonja tregon të vërtetën e majucave të veta. Edhe të paprekura. Të paprekura, okej, që bio fare. Bio, shiko të tregoj. Diferenca është që kjo këtu është me formë anatomike, pra kur vendoset të trupit. Si formë, si pikloti i thonë kështu, agoccia në italisht, kurse kjo tjetra këtu është rumbullake. Okay? Pra, po të shohësh diferenca midis një, sa bukur që më rinë, ki qef me më pa. Po, pra, po. Një është anatomike. Me të pa dhe me të prekësh pasaj. Kush nga këto vinë më shumë? Kë kërkojnë më shumë? Atëre përdoret shumë më tepër kjo rumbullake se sa anatomike, sepse kjo dikur ishte në modë. Është çështje mode, me thënë të drejtën. Ju e dini që në vitet 60, Sofia Loren, Gina Lollobrigida i kanë pas kështu i çike. Ata i kanë pasur me ato me kup shumë me maja, ashtu kanë qenë në sitjen ose kohë. Kurse sot, për shembull, kjo para 10 vjetësh shkonte goxha në modë, por ka një problem. Kuptoj me kalimin e kohës, proteza mund të rrotullohet. Dhe nëse kjo rrotullohet, shikoj si deformohet. Qartë. Edhe të del... E del kështu. E kuptova. Cica më tana, kupton. Kurse kjo, nëse rrotullohet, prap do vite vendi vet. Tek vendi vet, sepse nuk ta do, është simetrike. Edhe kështu që njësoj ngelet nuk kuptohet fare që rrotullohet. Nëse nuk të thira këtu për cica, ja të bëjmë dorë muhabet që tregosh që jetën tënde. Por unë gjithmonë kam një farë, si thua, paragjykimi për personazhet e njohur. Jo paragjykim, unë nuk gjykoj njerëzit, as i paragjykoj, por edhe ti, edhe unë në një farë mënyre, se cilin ato punë vetë jemi të njohur, si personazhe. Dhe falë kësaj mënyrës tonë se si kemi krijuar ato personazhin ton, jemi detyruar në jetë që të fshehim edhe shumë gjëra. Sepse janë të tjerë që të gjykojnë. Sa më i njohur të jesh, aq më shumë të gjykojnë. Dhe ti do të tregosh edhe për këtë gjë. Dhe tani unë dua që pjesë të jetës tënde që nuk i ke treguar asnjëherë, nëse dëshiron ti tregosh dhe nuk të prishin punë, sepse pastaj fillojnë njerëzit. Fillojnë ata vërsuljet. Tregoj. Nëse thuaj që këtë nuk dua ta them, mos e thuaj fare. Unë nuk do të bezdis, unë nuk do të bezdis për gjëra që ku di unë, çfarë do të tregoj, çfarë do të mos tregoj. Sepse edhe një njeri thjesht ka gjëra në jetën e vet që i mban brenda për veten e vet. Jo, janë ca gjëra që nganjëherë njeriu, po edhe ju doktor, edhe unë, edhe shumë artist, edhe shumë politikan, por edhe njerëz të thjesht i duan ca gjëra ti ken kështu si sekrete të vogla, të patreguara,
sepse nga njëherë kur i tregon të gjitha aq keq të paragjykojnë dhe aq keq i interpretojnë, i sillin atë sallaturinat e tyre të ndryshme me vaj, pa vaj, me djath, pa djath. Pra dhe ti ngelesh aq keq sa thuat në një moment ti shpreson që ke komunikuar dhe ke treguar diçka nga jeta jote që të ka vrarë. Por pasaj përsëri janë ato vrasjet që ti thua pa se thash me jap të lashe Të vetes. për të dytë, për të tretë, për të 10 të Për tjerë. të 100 për shembull po dhe po. Monik, më tregoj çik për do ta fillojmë që kur ke lindur. Edhe trego historinë e jetës tënde. Shikon, kam lindur nga, domethënë kam lindur, edhe një herë, domethënë prindërit e mi kanë qenë Ti je ditëlindja e 2005-s. bravo. Me të sotme. Deri sot me lekë të reja, Monika është 2005. Jo, me dy prindër të mrekullueshëm, intelektual, të dy të studiuar jashtë, të punuar, erdhën këtu me idera shumë avangarde për kohën. Tani kanë studiuar jashtë prindërit e tu. Po, mamaja ime është mjeke. Edhe unë e kam thënë që edhe pak a shumë e din shumë personazhe ose shumë njerëz të mi të afërm historinë e mamasime. Ka qenë nefrologe e parë në Shqipëri dhe ka vënë dializën, veshkën artificiale diku nga vitet 70, 69, 70. Ka qenë pioniere Pionere dhe ka qenë ka qenë dhe pedagoge, ka qenë dhe shefe katedre, ka qenë edhe shefja e pavionit të katit të 6 të nefrologjisë që ju e dini. Jam rritur me mjekët, si të thuash, dhe po them edhe një sekret nga këto sekretet që do t'i unë nuk vete kur të bëj analiza të vizitojmë, pikërisht sepse më ka ardhur këtu nga koha që kaloja pa fund në spitale, në poliklinike. Si bën analiza? Vërtet nuk bën analiza? Jo, nuk bëj. Nuk bëj sepse unë e kam probleme edhe të marr medikamente, sepse të thash nga që jam lodhur shumë me atë lloj jete që mamin e kam ndjekur gjithmonë nga mbrapa, kam qenë një fëmijë i vetëm. Mami ka qenë shumë e përkushtuar pas punës edhe ju e dini që për gratë mjekësia shumë e vështirë. Jo në ato vite, por dhe tani është një vështirësi shumë e madhe që nga njëherë familja e pengon këtë lloj gjëje, po unë them gratë e forta, gratë e fuqishme, gratë e zgjuara i përballojnë të dyja. Mamaja ime ishte nga këto që Mamaja është e fortë, është e fortë. Tani ajo ka një moshë të madhe, është 92 vjeçe, vazhdon, kërkon akoma të lexoj, të ketë informacionet e fundit. Pra ju mjekët jeni të mërshëm. Do ma sjellësh këtu të intervistoj? Nuk besoj dot se ajo do arrit të vi, por unë do ta bëj një bisedë, pse jo. Thuaj, është një kolegu i të vogël që ma rrok, thuaj që ka dëshirë të ftoj. Ajo ka qenë një natyrë, doktor, pak e vështirë, nuk donte të dilte shumë. Atëherë ka qenë trupi dhe shëndeti në qoftë se ju e kujtoni. Profesor Flamurtopit. Flamurtopi. Edhe mamin e lusnin, nuk doja të them fjalën e lusnin, e ftonin shumë dhe ka qenë shumë modeste. Për punën që ai njeri ka bërë, modestia e saj ka qenë shumë. Do të kisha dëshirë që ta pyesja. Unë kam ftuar këtu, aty ku je ulur ti, ka qenë një komandant i kësaj të gjadrit, të fushës aviacionit të gjadrit, pilot i vjetër që ka studiuar në Bashkimin Sovjetik asë kohë. Mamaja ime ka studiuar në Bullgari. Ai 87 vjeç, së bashku me bashortën e tij 78 vjeç, të dy bashkë kemi bërë një puntat, sepse kam një playlist që e kam quajtur koha e Enverit. Dhe dua të ftoj njerëz të asaj kohë që kanë përjetuar kalimin nga njëra periudhë në periudhën tjetër. Dhe të tregojmë njerëzve që na ndjekin, sidomos brezit të ri, që si ka qenë ajo kohë. E përjetuar nga njerëzit e thjeshtë, jo nga historianët, jo pa nga si që ka përjetuar secili nga neve në Ju e dini doktor sepse patjetër historit i keni ditur edhe të kolegëve tuaj dhe profesorëve dhe Mund të drejto me ti të lutem. Jemi miq. Po të ma dëgjoj mami këtë intervistë. Unë të drejtoj me ti nuk e ke iden sa më shanë në shtëpi. E pa edukat, më thosë. Tani do më lesh, po unë jam akoma në diktatin e mamit. Po unë e dëgjoj shumë, biles ajo ka një ndikim shumë fort e kun.
shumë njerëz kujtojnë që unë nuk e çaj kokën për asnjë që jam rebele në vetveten time, por që nuk bëj atë që dua, por në faktikisht unë maman e dëgjoj shumë, edhe sot e kësaj dite. Do t'ja bëj ftesën unë, atëherë, doktoresha, do të kisha shumë kënaqësi të vish të tregosh atë jetën tënde këtu në këtë podcastin tonë që bëhet në sallë të operacionit. Kjo është një sallë operacioni. Unë jam një mjek që kur ju drejtonit departamentet e nefrologjisë, unë s'kisha lindur akoma me të drejtën, që do të kisha shumë dëshirë që të ishit e ftuar këtu, nëse do të keni mundësi, e mirë pritur. Në qoftë se ajo pranon, do të kesh një thesar këtu. Jo se është nëna ime, por ju nga biseda do dëgjoni se do t'ju tregoj historinë e shumë pedagogëve që kanë bërë histori në mjeksi. Aja ka qenë pedagogëve të mi. Ajo ka qenë, ashtu është. Ashtu i me bie. kënaqësi do ta ftoj. Po babi ç'pun ka Babi ka qenë jurist edhe ka punuar në tregtinë e jashtme për një ka studiuar ai? Ai këtu ka mbaruar, por të gjitha këto aktivitetet e veta ai shkonte, hynte, dilte, mbaronte dhe ajo ishte një shkollë më vete, thot babi që mora. Babi im ka mbaruar 2 universitete. Njërin e ka tani se do nuk duhet ngatrohem shumë, po është e këto pilotët e këto, por pasaj bëri këtë juridikun, e la atë dhe i tërhiqte më shumë kjo, si të thuash, gjykimi, se bënin edhe gjyqje ndërkombëtare, për shembull, në ato vite. Nuk është se di të them shumë sakt, sepse babi e ka mbajt pak si jo të fshet, por nuk ka pas dash shumë të flasi për këtë histori. Di që dhe babi ka bërë ato historitë e veta, ka bërë atë sjelljen e parë të holandezëve në Shqipëri, e ka bërë imat rrobaqepësitë e para që u hapën, që forca punëtore pagueshe, merreshe ose prodhoheshin këtu dhe pastaj niseshin në Holland pardesitë e famshme të bardhat në qoftë se dizajn holandez dhe puna edhe puna e kraut bëheshe këtu. Biles pra këto fasonerit që fasonerit që tani bëheshin në letrën që ai i dërgoi dikur Enver Hoxhës dhe që u quajt pasaj u persekutua e patëm një Po, i dërgoj letër e Enver Hoxhës, i dërgoj Ramiz Alis kundër politikës që është ndjekur deri në ato kohë nga regjimi komunist. Çfarë viti ka qenë që ka dërguar letër të tillë? Ai ka qenë diku tek viti 87-88. 87-88 kishte vdekur Enveri, po letra që ka dërguar Enveri. Letra që ka dërguar dhe që është shkruar pas letrës, pas vdekjes së Enverit. Dhe donte që të paktën këta ta rindryshonin historinë, të paktën të hapeshin në rrugët, njerëzit të iknin, të vinin, të bënin këto bizneset e tyre. Ka qenë një letër që në qoftë se ajo sot lexohet në ditët e sotme, besoj se do thotë që ne këto gjëra i dëgjuam pas 90-s pas këto. Pra ka qenë dhe ai një histori më vete, po ta njihje dhe po ta njihje babi nga afër ose të gjithë njerëzit që e kanë njohur nga afër, thonin o koçi po pushon, koçi se na fike derën. Kanë ose ka qenë rebel, ka qenë kundra sistemit. Ka pasur se në 74 atë e çuan nga Tirana, e çuan në Librazh, aty pasaj nga Tirana në Librazh ishte persekutim. Ishte persekutim, ishte hoqën nga partia ato vite dhe Po. Për çfarë arsye? Ja, për liberalizmin që kishte ai fliste kundër, ne duhet të lirojmë rrugët, ne nuk duhet të kemi këtë të lejmë intelektualët, sepse absolutisht babi ka mbrojtur çdo gjë të politikës në atë kohë, duke u nisur që nga njerëzit që kanë patur një botë të madhe, por edhe të lirë në mendime, që nga njerë janë arrestuar, janë... 74 ka pas qenë periudha pas festivalit të 11. Po. Ka qenë ajo vlaga, si të thuash, e imitimit të revolucionit kultural kinez në Kinë, 67, se Mao Zedongit. Në 74 ka vdek Mao Zedongit. Se dhe unë e vogël kam qenë atë. Jo, më pëlqen nga pak historia dhe... Sepse historinë, me atë histori që ne kemi mësuar në shkollë, sigurisht që ajo ka qenë pas... Ka qenë disa grupe armiqësore që kanë dalë në atë kohë. Armiqësorësh edhe kanë qenë të gjithë, do më thënë një gjë që
të paktën i mat nuk e fali kur dhe doli gjithmonë kundra ishte kur intelektualet që kishin mbaruar jashtë u burgosën dhe u internuan Si ishte jeta në Librazh? Sa vjeç ishe tjetër? Unë kam qenë në klasë parë në atë kohë. Nuk është se unë mbaj mend shumë gjëra. Di që prindërit e mi ishin shumë të kufizuar. Kishin frikë për shumë gjëra. Domethënë, nga një herë, shiko, në shtëpinë time ishin gjëra të po të thuash që ti vajte në Librazh në diku në vitet 72, 74, një gjë këtill. Më falni se ndoshta me vitet nuk mund të jem sakt, por ishin ato shtëpi të karakteristike të thjeshta, ndërsa këta vinin me një shtëpi, me një bibliotekë njerë, madhështore të mamas time, me libra, nuk di domethënë në gjuhën italiane, bullgare, mamaja ime ka ditë 5 gjuhë. Dhe italisht, ajo ishte në spitalin e Librazhit, ajo ishte për mua dënimi më i madh që ka marrë ime duke pasur atë karrierë, duke pasur atë kulmin, sepse kur i më vuri dializën në Shqipëri, i erdhën pedagogët nga Rumania, nga Bullgaria, nga Italia, se specializimin ajo e bërim në Rumani dhe në Itali, se ju e dini që specializimi është histori tjetër, dhe i vinin keq që një doktoresh kaq e mirë përfundoi, por e di çfarë kam vënë re në historinë e prindërve të mi, nëse unë do kisha mundësi të bëja një film, do bëja historinë e prindërve të mi, sepse mami për asnjë moment nuk e la babin. Me gjitha të karrierë që kishin. Mbaj mend atëherë që Llambi Ziçishti e luftoi shumë maman time. Po, shumë. Llambi Ziçishti përfundoi edhe ai në burg për vetë. Përfundoi edhe ai në burg. Se mbaj mend. Nuk i dhanë të drejtën, mbrojti, donte disertacionin, nuk i dhanë të drejtën, por këtu dhe shumë kolegë nga Afrika ju kthyen kundra, e kthenin mamin që të vinte keq, sepse unë i di nga historitë e mamit që i tregon që studentët e mi që unë i kisha mësuar nuk më jepnin në disertacionin, dhe kjo ishte një traumë për mamin, pavarësisht se ajo nuk e dha kurrë veten. Sa kohë ndodhet në Librazh? Unë me babin jemi kthyer shumë shpejt, sepse babi përfitoi pensionin ushtarak, dhe me mendimin që do ktheheshim, do linin dhe mamin, por mamin nuk e lan. Mami ka ndetur gati dhe 3 vjet në Librazh vetëm. Por ditë ju them doktor një gjë që sado që ajo e vuante Tiranën, i vinin nga Tirana, nga anës dhe i vinin në Librazh për një recetë, për një këshillim, për një gjë, dhe mami shkonte kudo. Shkonte në Elbasan, shkonte në Prenjas, në Cerrik, në gjithë ku e thrisnin shkonin. Ka qenë në qoftë se sot do ta shikoj mjekësinë e ditëve të sotme, ose kam edhe vajza, edhe shoqet mia që flasin për mjekësinë e bëjnë, unë them që ajo mjekësia atyre viteve, ajo vetmojimi atyre doktorëve, infermierëve, zorë se vjen sot në ditët e sotme. Po, është e vërtet, ka ndryshuar shumë, dhe jo vetëm i tyre, por i të gjithë, i mësuesve, i punëtorëve, i fshatarëve, kooperativistë, të gjithë. Unë doktor do ta thoja që mjekësia prap qëndron në paktin me Zotin që ti do shpëtosh jetë njerëzish. Sepse jetë drejt për drejt. Sepse jetë me jetën e njeriu, dhe derisa vim në këtë jetë i duam të gjitha kujdeset. I duam të gjitha. Si ka qenë ajo periudhë jote që jetoi me babin në Tiranë dhe pastaj mami, unë jetoja me babin dhe kemi jetuar, sepse nuk kishim shtëpi në atë kohë, kam jetuar tek Halla. Nuk ju dhanë shtëpi? Jo, nuk na dhanë. Iku ajo, në kohën edhe kemi pasur te Myslimshyrit, një nga pallatet më të mira, ato klasiket kanë pas jetë të bukur ata në Tiranë. Nuk, prandaj unë shumë herë më vjen për qeshur kur njerëzit thonë emi ma kjo u bë. Unë kam qenë shumë e përmbushur, doktor, nga të gjitha gjërat, edhe si fëmijë me dashuri, edhe me kulturë, edhe nga ana estetike, edhe nga ana e veshjes. Për shembull, do të them një gjë që kur isha në moshën 16 vjeçë u shëndosha, dhe mami e kishte shumë problem, sepse thoshte gjithmonë që kujdes yndyrnat, kujdes sheqerat. Kam qenë një fëmijë që edhe kur vija në darkë, ajo kujdeseshe si ta laja fytyrën. 16 vjeçë.
Në atë kohë. Ne një sapun lanim krejt, lanim në govat, ose flokët, ajo merte ato, ka qenë, domethënë unë po them, unë kam jetu në Shqipëri, po kam jetu me një mentalitet tjetër që ajo ma solli dhe ma kultivuan të dy. Ke patur dush në shtëpi? Kam pas, Ariston. Si a fot kohë të vërtet. Ariston. Unë mbaj mend dushin neve e kemi marrë, se ne kemi jetuar në Ballsh, dushin duke të qenë viti 70, ndoshta 70. Ju keni qenë ato dushet që kanë qenë me zjarr, me jo. Unë po them, ne kemi pas tani unë prandaj e them që televizor me ngjyra. Jo, atëherë ishte televizori, bardhë e zi dhe do t'ju them frigorifer ke patur? Frigorifer, lavatrice kandi. Wow. Po pra po them, unë prandaj them që dua nga një herë që njerëzit kur po. Shiko, atëherë ishte në Tiranë mund të kishin 4 ose 5 veta televizor. Një nga ta ishte babai im. Po. Dhe duhet të dini që kur bëhej kampionati i boksit, që ishte ndaluar në Shqipëri, aty vinin të gjithë. Sepse aso kohë ndoshta nuk kam patur akoma ato zhurmusit si për Jo, nuk I kishin akoma, ishin kështu ose muzika italiane. Po, I shikoni të thënë arrit me të gjithë emra, që nga Vath Koreshin, që nga Teodor Laço, që nga Drejtëroa Golli, vinin aty sepse ishin shumë të lidhur me babain tim. Babai im ka qenë si unë, rebele e donin të gjithë, sepse ishte shumë I paqshëm. Unë mbaj mend që në atë kohë, në qoftë se zbulonin që të shikoj kanalet italian ose të dëgjoj muzikë. Jo, ajo erdhi më vonë dok. Më vonë ka ardhur. Ajo ka ardhur në brezin ton. Më mbrapa ka ardhur. Më vonë në brezin ton. Ne e kemi futur kanoç, do këto. Kanoçet ne, ndërsa ato e kishin. Deri në ato kohë kishin faliri. E kishin lirin. Edhe po të shikosh të gjitha I brezi atyre viteve, se nuk duhen të haruar vitet, sepse nëpërmjet viteve do të fillosh të edukosh edhe fëmin tënd. Nuk mund t'i thuash çdo gjë në ato vite ka qenë e keqe. Nuk e themi dot. Çdo epokë ka pasur gjëra të mira. Epokat ka pasur. Sigurisht që komunizmi, izolimi ka qenë. Ti e ke vuajtur sepse po, absolutisht unë e kam vuajtur. Babi ka bërë dhe burg e kam futur brenda apo jo? Po, babin e arrestuan pastaj dhe unë kam qenë në vit parë të akademisë. Sa kisha fituar të drejtën për të bërë e shkollës edhe. Ke qenë 18 vjeç. 18 vjeç. Arrestuan babin. Po. Biles 3 muajt e para. Kishte çuar letrën, kishim filluar të na përgjonin në gjithë pallatet, vinin ato kamrat, vinin ata që doli në këtë kohë, doli se ishte me orar, kishim spiuna të rreth e rrotull. Pra të thënë ka qenë viti 86-87. Po. Kur kishe vdekur Enveri se 85. Po, ata kanë qenë akoma më kishte Enveri, por mua. Paktën ato kohë që unë fillova të kuptoja. Babi shkruajti. Ta hapim rrugët dhe tha, u bë që bë dhe ta hapim rrugët, tha, vazhdonte imat me ato, të hapim rrugët, të vendosim disa standarde, të lejmë ekonomin, të zhvillojmë tregun e lirë, tregun që të kemi të vi e drejta e tokës. Pra, ka qenë shumë avangard babai im. Pasi shkruajti letrën e futën brenda. E futën brenda, unë kam qenë në ato kohë sa kisha filluar Akademinë e Arteve, isha muaj I 3 që unë kisha shkollën dhe në ato kohë na vjen sigurimi edhe arreston babain. Mami më del përpara diku, edhe më thot kanë arrestuar babin. Mund të them që ai ka qenë shoku I parë që unë kam pësuar në jetën time. Shok. Domethënë as di që për muaj të tërë nuk kam folur me mamin. As si pjas merja. Mami ndërkohë ishte kthyer në Po, mami ishte në Tiranë, vazhdonte, punoi edhe në spitalin te Gjashkaçi, edhe në poliklinikën kryesore. Dhe te Iranjani, ti je më saktë. Dhe sigurisht ishte ajo mami, sepse të gjithë njerëzit e njihnin mamin, e njihnin babin. Edhe ju vinte keq, edhe I thonin doktoresha si ndodhi, si bëri. Dhe ai ja bëri, e zeza, pa I është I smur. Smur vendor. Zeza, po me atë merrni
ai ishte i smur. Ka lidhur nga fiqir, ka thënë. Po, dhe dua t'ju them një gjë, doktori. Funksionoi kjo gjë? Funksionoi. Po. Sepse shumë kolegë të mamit time kanë ndihmuar. Po. Në ato kohë, sigurisht që sistemi, sigurimi, Ramiz Alia nuk e besoi kur që Koçilu Bonja ishte i smur mendor, sepse ishte një njeri që kishe qenë shumë afër tyre dhe i njifte shumë mirë gjërat. Dhe ka bërë 5 ekspertiza. 5 ekspertiza dhe ai thoshte jo, nuk është i smur. Sa pasaj u gjetën edhe ato kryesorët edhe i thanë doktoresha. Tani unë emri nuk ja prodhoj dot të doktorit, sepse unë kam qenë edhe e vogël, po dhe e tronditor. E vogël. Kam qenë e madhe, por edhe nuk e tronditor shumë, por dhe mami nuk donte të jipte shumë, se kishte frikë që se kjo e re është dhe mos thot emrat, se donte të ruante. Dhe tha doktoresha, tha, ti ke bërë histori. Ne e dim kush je ti, e dim dhe kush është. Unë do të ndihmoj. Dhe solli atëre 4 mjek që vizituan babain, ata të shkretët, dilin dhe thonin a ina merë në pyetje. Dhe atëre u detyrua mami dhe i tha, digjo, Këpçi, ne duhet të shpëtojmë vajzën. Në qoftë se ti nuk e pranon të, sa ai nuk e pranonte, ne do të jemi të ikur, ti do jesh përfundimisht në burg dhe ne do të ikim, sepse ne na ishte fatura për të ikur në burgje, baret ku do na çonin. Dhe ja që unë vazhdoj dhe besoj që ka dhe do të ekzistojë njerëzit e mirë dhe pozitiv. Nga burgu, do të thënë. Atë e qua në spitalin e Elbasanit, aty ai pati tmerrin më të madh, se ju e kuptoni që kur e çonën një spital Elbasani që aty shkonin të gjithë të dënuarit e rënd, kriminalët, ata që donin edhe t'i zhduknin. Unë kështu mendoj për ato vite. Babai im u kthye në një kufom, sepse nga që nuk pranoi ta hante, se thoshte kush e di se çfarë më hedhi në ilaç, në ushqimet e burgut dhe rinte priste kur ja çonim ne ushqime. Biles mbaj mend që edhe tek ne u fiksua një moment që Anais, ai çonim ushqimin tamam, sepse ju e kuptoni që ne tani në këto kohë dhe kalojmë traumat të mëdha, jo më në ato kohë, në atë sistem të egër. Sa ndeti brenda? Ai duhet këndej tani në spital tek një 6 mujosh, po. Dhe pastaj ishin po prap mjekët dhe mami që e sollën. Por duhet të tregoj një moment, doktor, sepse këtë nuk e kam thënë dhe me që ti thua na tregove gjëra të vërteta. Të gjitha këto janë të vërteta. Por që si kam treguar ndonjëherë, mbaj mend që në orët e para të mëngjesit na erdhi dikush dhe i torkiti në derë. Edhe ne të gjithë, ne nuk hapnim derën. Edhe mami ju tha të gjithëve, mos hajdeni më tek ne, se ne e dinim që na përgjonin, kishim sigurinin. Kishim përballë pallatit, kishim aparate fotografik, njerëz që rinin, na shikonin, ku shinin, ku dilnin. Pra, një jetë e përgjuar nga mrapa. Unë atë kohë isha 18 vjeçe. Domethënë, të dalësh nga dera e shtëpisë dhe e di që ti ke një sigurim, nga mrapa ishte një torturë. Më mirë ti ishe brenda sesa ti ishe jashtë por e superjuar. Dhe doktoresha i tha, më mban mend kush jam? Jo, i tha ajo. Ti tha ke shpëtuar babain tim. Po, tani u tha, unë dua të bëj një nder, tha ty, tha. Unë jam ruaj të burgosurit, pra, ruante një, të burgosurit në burg. Ke ndonjë si për Kociun? Dhe mami thoshte unë, jo, nuk kam, çfarë, ai është i smur, se mami gjithmonë mendonte që ishte sigurim që po, domethënë mënyra e atij djalit që u këngulli kaq shumë për t'i dhënë një sinjal babit kur të dilte në gjumë, në gjyq, ishte domethënë tim ke shpëtuar babain, babai im, qofse unë jetoj sot me babain, jetë ti. Dhe mami i tha vetëm një gjë, mund t'i thoni që duhet ta pranoj për vajzën, jo për mua dhe për vete, unë do t'a ndjek kudo, është një njeri që unë e dua dhe do t'a ndjek kudo. Vajzat vazhdoj shkollën, dhe ai vajti ja tha, në burg, vajti doli në gjyq babi pastaj? Doli dhe pastaj filluan ato të tjera që jo i smur, i kështu, por që faktikisht nuk ishte.
Po, atë shpëtoj pastaj nga kjo Po gjë. tani do shpëtonte se erdhi Po fundin. kush e dinte ishte. Nuk e dinte. Nuk e Dinte. Ai edhe kur doli, edhe kur e sollo në shtëpi, edhe këto vinin të gjithë njerëzit, Koçi tani se babi quhej Koçi. Koçi të lutem mos fol, po nuk i rinte aty, nuk i rinte. Ishte domethënë ai e donte në mënyrë ja donte shpirti që ai sistem, ajo diktaturë të përfundonte. Si ke përjetuar këtë përfundimin e diktaturës, pra vitet 90, në 90-ën ti ishe studente. Unë isha studente, isha në vit të tret. Këto kur nga njerë, disi është doktor, unë shikoj shumë këto fotografit që dalin, kur kanë dalë tek sipër tek studentët. Dhe them që ajo revolt nuk filloi aty. Ajo revolt filloi në Akademinë e Arteve. Edhe të parët që ishin regjisorët, ishin aktorët, ishin piktorët, ishin gjithë akademia, që filloi me ca lexime literaturash të huaj që nuk lejoheshin. Pastaj erdhën dhe u bën ato refleksionet, por akoma nuk ishte shpërthyer. Ne na erdhi hekurani i saj, ne na bllokoi brenda hekurani i saj. Shumë nga studentët në ato kohë u morën, u futën në burg, hëngrën dhe burg. Domethënë jo burg, pa ato 24 orësha ose ato 6 orësha. Pra, filloi ajo revolta atje. Dhe mund vjen keq që në të gjithë historinë nuk e tregojnë kur që ata pedagog si Edmond Budina, si Arben Imami, e shumë të tjerë, e filluan aty. Domethënë, ne ishim studentët, prandaj unë them që kur plas një revolucion ose kur plas një gjë ka një lider. Dhe unë duhet t'i besoj një lideri që të shkoj te lideri. Besoj sot që lideri im është doktori, është Skerdi. Dhe do vite lideri. Dhe unë isha shumë e etur të kisha një lider, sepse unë kisha tërkohën që e kërkoja një lider. Ke patur frikë në atë periudhë? Jo, nuk pata. Kam qenë nga të parat që kam çuar ushqimet biles. Sepse ne kishin student që u ngujuan aty, ne çonim ushqimet. Pra u bë një organizim që disa do rinin të ngujuar, disa do çonin ushqimet. Atëherë mbaj mend që edhe në protestat kur rrugua bursti. Që thua poshtë aty, Ende Roxhës, poshtë aty kam qenë. Por e di si është, unë kur e bëj një gjë, e bëj për Monikën, e bëj për familjen time që kemi vuajtur dhe për të gjithë ata njerëz dhe të ri që vuajtën. Dhe nuk kam dashur kur të dalë me atë termin që shiko se unë isha aty. Të gjithë ishin aty. Në atë kohë e gjithë Shqipëria ishte aty. Ç'a do thoja unë? Që isha poshtë këmbëve të Enverit, apo se isha mbrapa këmbëve të Enverit? Mua këto më duken kështu nga këto, hajta shfrytëzojmë këtë moment. Ka qenë një pjesë e Shqipërisë që nuk ishte aty. Ishte Shqipëria rurale, e periferive. Unë mbaj mend në ato kohë, do thënë kam patur disa lëvizje që ishin lëvizje për Enverin, diçka e tillë, do thënë enveristët u quajtën të tillë. Edhe Hysni Lloshi e të tjerë, do thënë që kanë bërë por gradualisht u fikën këto, e kuptuan njerëzit që ai regjim duhet të rrozuar. Shiko, ai regjim u rrozua në mënyrën, unë them, 4 ciprish nga i gjithë populli. Sepse nuk është vetëm historia e një Monike, ose historia e mamajas time, ose babait tim. Qa thosë babajot kur në ato momente? Ta heqim qelbësirën, e kam të rriqur. Të dy, bashk, dorë për dore, të dy, sepse ai për atë kishte kaq vite, ai tregonte sa mbaj mend me të dëgjuar, se babi ka qenë një historian fantastik. Ai thoshte edhe në kohën e komunizmit, njerëzit që spiononin njëri tjetrin, si u vra Qemal Stafa, si u vra Vojo Kushi. Pra, një histori që nga njëherë mund dhimbset që duhet të tregohet e vërteta, por që shumë veteran kanë vdekur, dhe aty thoshte, ka qenë tradhtar, e ka spionuar, e ka tradhtuar, domethënë, e ka tradhtuar idealin. Ka qenë shumë idealist, baba im. Edhe unë jam shumë idealiste dhe na ka marrë dreqit me këtë gjë. Po si vendoset ti për kjo dëshira për artet, për aktrimin, çfarë të ka shtyrë? Shiko, mbaj mend
Mamaja ime ishe shumë e fokusuar të më bënte mjeke. Unë nuk isha ndonjë, sepse s'du të dalë këtu të them që unë isha ndonjë student e mirë. Nuk isha se unë isha ndonjë nxënëse e mrekullueshme. Unë mësoja me hove vlla. Unë kur duhet të merresh e dieta do ta merja, bëja llogarin. Jam çuar sot këtë mësim s'po e mësoj, pas 3 ditësh më vjen rradha. Mami ime e vuante këtë që sepse ajo ka qenë, thash, ajo dhe sot e kësaj dite lexon, jo më edhe më thoshte, Monika, ti duhet të bëhesh doktoresh, mami, nuk bëjmë shkollë 6 vite shkolla, harroje ti. Babi më thoshte ti duhet bëhesh juriste, se e ke një logjik, por kam frikë se ti je emocionale dhe këtu ma prish. Në gjygje nuk duhet t'jesh emocionale, duhet t'jesh akull, i ftohtë. Edhe mamaja ime përveç librave që më jepte shumë për të lexuar, që më edukonte edhe çfarë duhet të lexoja, më çonte në çdo shfaqje teatri, në çdo shfaqje kinemaje dhe në çdo shfaqje e teatrit të operës dhe baletit. Ishim unë tezja, 2 çunat e tezes, bashkë me mamin ishim të rregullt në atëre këto ishin me unë jam gocë vetme, pa motor, pa vlla. Nga njerë ka të drejkër. Ata të tutë, por kur doli ti tha, më mirë se kaq zbohet. Zbohet, tha. Po s'kishe koha jo mëse, ajo do vazhdonte mjekësinë, do vazhdonte studimet. Kështu që aty, duke parë shfaqjet, i shikoja, i duar tërkisja, emocionohesha, derdhja lot, desha të ishe aty, të interpretoja dhe fillova me poezit që interpretoja në klasë, me këmbe, me duar. Ishe e pare që mëse që e vogël, dilja aty dhe lexoja dhe mësoja poemat pa fund. Dhe ideja nga fillimi deri në fund, edhe ashtu shpëtoja dhe në letërsi se merja 10. Cili nga aktorët të ka lënë më tepër mbresa, edhe nga pedagogët e tu, nga këta të mëdhenj? Shiko, unë si për mjekësinë dhe për pedagogët e Akademisë së Arteve them që është një plejadë artistësh që si kthehet më këtij vendi. Po, e mendoj edhe unë, megjithëse unë jam shumë ignorant përse për këtë artit, po. Jo, është ndjesi, është kulturë, ti e ndjen. Ti i ke edhe sot që janë me një thing, mënyrën se si ato rinë, se si artikulojnë, se si sillen, se si bëjnë, se si të drejtohen. Dhe dashje pa dashje dhe një pedagogu të ri që për mua ka disa meta atje në Akademinë e Arteve. Unë jam dashuruar shumë në ato kohë pas Robert Ndrenikës, pas Suleman Pitarkës, pas Kadri Roshit, e adhuroja Drita Pelingun, aty janë Luka Mujon. Jo, tha, shtëpia e barit nuk do të piqet, tha Drita Pelingun. Nuk vjen shtëpia e barit, tha, nuk vjen Budja e famshme, një nga filmat per të RTS, se ajo është filmi i RTS me seri, dhe ka kaj shumë, sa mua më vjen zor, që në qoftë se nuk do t'i përmend, më duket që bëj gabimi më të madh të jetës time. Me Frashëri, Drejt Luca, Sandër Prosi, Tinka Kurti, Violeta Manushi. Atyre unë ju përulem në gjumë. Bujar Lako. Bujari pastaj ka qenë dhe një nga pedagogët që më ka përgatitur për Akademinë e Arteve. Bujari, Timoja. Ndriçim Xhepa e viteve 80, Ndriçim Xhepa, Raimonda Bulku, Gjoda. Unë kanë qenë ca artistë, Turgorishti. Kanë qenë ca artistë që nuk di, dhe më thënë, unë mendoj që ka qenë koha e tyre. Kudo në botë, jo vetëm këtu. Unë nuk shoh televizion si Gabim shumë. Sepse kanalet e televizionit sot janë lajme, debate politike, bo aty ndalet. Pastaj tjepet mundësia e YouTube-it dhe shikon gjëra të ndryshme. Është një kanal që unë kur shkoj së është në të pash 29-a, Shqip, RTS Shqip, ose në digital që është tëja, edhe kur unë e qoj telekomandën aty, unë u rinqetha, një më beso, u rinqetha. Po jo, e di. Ri e shof. Për shumë, mbrëm, unë kam parë filmin Yjet e netëve të gjata. Hajde po nuk bëja e imaginon do se sa herë kam pa, që në kohë të Enverit, Qoflaku, janë filma që pavarësisht disa nga aktorë edhe të vjetër i kanë gjykuar, unë nuk dua të gjykoj,
sepse unë dua të them që kanë bërë histori ato filma. Pandja Idi së bashku me Sandër Prosit të kej film, Shqiponja jote e vogël, Shqiponja ime e madhe. Unë, doktor, them që Udha e shkronjave, një perl me 3 aktor, nuk përsëritet më, se janë filma të mëdhenj. Dueli i eshtur, Po, nuk përsëritet më, se janë. Rikard Ljarja me... Ore thuaj të sot ti, me gjithë këtë industri që ke ngritur. 4 veta filme i. Vetëm brenda se motovetet. Thuaj bëje këtë film copy-paste, mos më sill asnjë gjë të re, ma bëj copy-paste. Ti regjizori i ri, jam miliard e sigurt që nuk do ta bëj Filmi dot. parë që ke, ose shfaqje e parë, do të thënë gjë e parë që ke bërë, do të thënë që... Tani, unë jam marrë studente edhe në shfaqjet e teatrit të kombëtar. Do të thënë, edhe kemi qenë aty edhe tek në atë kohë është kthyer Edi Luarasi në skenë. Dhe ka qenë Dasëm Gjakum, duket nuk e di në ashtu, dhe ka pas një krye rol fantastik. Dhe unë kam qenë studente, kam pas një rol edhe figurante, po dhe rolin e një vajze të fshatit. Ai ka qenë një nga ato filmat, teatrët, se po flasin kur futesh në teatr, ke tjetër emocion, se filmi ta shuan atë. Dhe kur shikoja që ata të dy më shikonin për të thënë atë fjalë, mua ajo fjalë më ngecte. Dhe ajo e shkreta më thoshte, Monika, ke zgjedhur të bëhesh aktore? Nuk do të thotë që të jesh aktore ti jesh vetëm e bukur, të kesh këto sytë e bukur të tuat, por ti duhet të mposhtësh emocionin. Dhe atë emocion ti duhet t'ja kalosh atij që është në karike dhe shikojmë thoshin mua dhe më merrni për vaskene, ka qenë një gjë shumë e bukur e Edi Luaras. Edhe hapja të perden edhe më tha, e shikon se sa spektator janë që sytë dhe veshët i kanë të ty. Po sa isha 19 vjeç, 18 vjeç, 19 vjeç se na merrnin. Po ti ishe me kollosat me, kupton, ti ishe me kollosat, ti qaje para 3 vitesh aty. Qaje, shikoj i shfaqe, qaje, bëje. Pra, ka qenë një dashuri që unë kur nuk mund poshtë. Si ke qenë? Do më thonë, unë isha kështu po dhe stepesha para fjallës të tyre. Do më thonë, ishe një emocion që nga njerë nuk dija kush ma jipte publiku që po më shikon të mua, dhe unë thoja, mos pret ky që unë të bëj ndonjë lapsus, apo ma jipnin figurat e mdhej. Dhe unë pash, dhe më vonë kuptova që ma jipnin figurat e mdhej. Sepse ishte një përgjegjësi shumë e madhe. Po të them... Merje stafetën të hajtë dreqë, du të mbaj lartë stafetën. Po nuk dim, thoshte Drita Pelingu. Ka qenë një nga pedagoget e mia. Drita ka qenë për të gjithë studentët në atë kohë udhë rëfyes. Ma kujtove tani filmi radiostacioni. Dang. Sa filmi bukur dhe do me thënës ka qenë. Do ngrien një ditë, tha. Do ngrien të tërta dhe do marrin toka, prona, çfarë u takon dhe sot erdhi. Pavarësisht se ka qenë një nga tekstet më të bukura të Ismail Kedares. Kështu që... Çfarë të tha Drita Pelingu se ta ndërpreva ndjes? Edhe ti them, e bukur e zyshës. Pastaj do më thua që si çfarë do të thotë të ishte e bukur në Tiranë në ato vite. Po, tani më thoj Dritën. E bukur e zyshës. E ti si ta do vritesh ti në jetë, tha. Sa do të shajnë ty në jetë? Sa do të demoralizojnë ty në jetë? Sa armiq do kesh ti në jetë? Po ti do kesh edhe shoqe të profesionit tënd që do të thonë që ne jemi shoqet e tua, po nga mbrapa të kanë bërë të keqen. Sot ato janë reale, doktor. Ti ishe e re, unë ishe e re, unë fluturoja dhe kisha një gjë që mua më mbronin shumë ideja që kam qenë gjithmonë një vajzë që vija nga një familje shumë e përgatitur dhe nuk pulja ndonjëherë hundën. Si ke qenë në atë kohë? Bukuria atëherë në atë kohë, e di sa e thjesht ka qenë bukuria në atë kohë. Ujë dhe sapun, si që thonit ju, doktor. Ata që lindnin të bukur, po më të bukur e bënte shpirti tyre. E bënte, se ju e dini që një grua... Keni qenë me kokra ju femrat e bukura të Tiranës atëherë? Ka pas vajza të bukura, sepse ishte dhe ushqimi i mirë, o doktor, ishte bio ushqimi në atë kohë. Po, e si isha asun që bëjnë... Ti do shkoje të bëj
do shkoje të blije çokoladën dea tek Hotel Dajti, që me zi të hyjes, aty ishin spionët, duhet të kishe mik të mirë një çokoladë me kokën e deas. Kanë qenë ca gjëra shumë të bukura në ato vite, emocionuese, pavarësisht se shumë njerëz i kishtajtojnë dhe i baltosin këto gjëra që unë nuk bie dakord. Në atë kohë ka pasur shumë e vështirë që edhe të trukoheshe ose të visheshe bukur. Unë pash në YouTube para një 2-3 javësh më doli përpara një video e mbledhjeve të qeverisë aso kohe, edhe ku diskutonin, tani bardhëzi nga këto që si kemi parë në kohën e verdhë, kemi parë të shohim tani. Se tani sjell arshiva. Dhe diskutonin Ramiz Alia dhe të tjerë aty diskutonin për planin që e prodhimit të trikotazheve. Pra, do thonë shteti parashikonte se sa mbathje, se sa kanatiere, se sa kpucë, se sa triko, se sa xhupa, se sa pantallona do të prodhonte këtë vit për popullatën. Dhe ishte një planifikim fantastik. Një lloj kanatiere kishte, një lloj brekësh kishte, një lloj këmishë kishte. Po ishin pambuk ato, doktor? 100% pambuk? Ishim 100% pambuk. Por në ato kohë do të dalte kjo që në ato kohë që të dalloheshe 60 lekë pa 70 lekë. Që kisha ato shien e veshjes, shien e modës e të gjitha, ka qenë shumë e vështirë. Unë kam jetuar në Ballsh, po në Tiranë, kur vje her pas herë, unë kam lindur në Tiranë dhe jam transferuar në Ballsh. Kur vje tek dajet e mi të gjyqja ime në rrugë të barikada, ka pas shtëpinë, her pas here, e shikoja ndryshimin e madh që kishte midis rinisë tiranëse, asaj kohë të viteve 80, kur ke qenë ti, edhe asaj që ishte në Ballsh, për shembull, ose në periferia. Shiko, doktor, atëre ka pasur edhe një gjë, kanë qenë rroba qepsit. Po pra, aty kam fjalë se aty ishte diferenca. Që na kanë ikur zanatçit tani. Ka qenë edhe basmet. Po. Basmet e copën edhe pastaj aty qetje. Aty pastaj shikoje shijen e duhet në atë kohë nuk mund të vishe pantallona cowboy, se të quheshe shfaqje huaj. Po. Shokët e mi të klasës do linin pak basetat. Kështu quhet basetat. Po, basetat, po. Dhe vinte zysha. Dhe i kapte këtu. Po që i kishin ata të shkretët. Ishte edhe një gjë tjetër, doktor, që të hënave, na virishin, ne vinim, shamin, edhe tojt për para dhe na i shikonin. Në qoftë se neve kishin thonj të gjatë, merresh epizodje dhe bam. Por ajo kishte një të mirë. Që na mbante çik pastër thojt. Po, ishte vërtet. Ishte shumë, donin shumë që ana higjienike në përklasa të ishte. Do themi diçka për higjienën. Neve në Ballsh kishim fëmijë që vinin nga fshati. Të shkojnë të vinë në këmbë, bënin një orë gjysmë rrugë në këmbë për ta dhe për tikur, ndimër, verë. Dhe nuk i kishin ato kushtet që mund të kishte një qytet, ujë në shtëpi, sapun, këto gjërat. Edhe qëllonte ndonjëherë që i kapin morra. Po morra ka dhe sot? Po, kam kapur unë morra së kohë. Dhe neve tani na vinte shkolla, ne fëmijët. Edhe i pastorin. Pastorin njëri tjetrin. Imagjinon do tani. Neve na vinin edhe infermier shumë na kontrollonin. Shiko, duhet të theksuar ca gjëra që unë them që pse jo të mos kthehen. Ka pasur infermier në përshkolla, ka pasur dentist, ka pasur njerëz që na shikonin kokën. Edhe tani normale është që këto duhet të jenë, domethënë. Kanë ndryshuar shumë gjëra tani, s'ka më komunitet, ka individualitet. Për mendimin tim është duhet të ishte një vijë e mesme, mesatare, por që jo, gjërat e mira them gjithmonë duhen ruajtur me fanatizëm, sepse ne themi po dhe bota i ka ruajtur. Po, ruar edhe promovuar me fanatizëm. Me fanatizëm i kanë promovuar. Por na ka dalë si vota nga dora, me thënë të drejtë. Një film që mban mend, filmi i parë që ke marr pjesë. Filmi i parë ka qenë Plumbi për Plaseline. Kam bërë dhe një 2 televiziv, të them të drejtën, kanë qenë shumë të bukur, se kanë qenë
tregime që i bënin si radiodramatizime, por ato nuk ishin se shfaqeshin shumë. Filmi par ka qenë Pas fasadës, me pedagogët e mi Ndriçim Xhepa dhe Ermira Gjata ose Baiti. Ç'a mban mend nga ky film për Ah, shembull? ç'a mbaj mend. E para ja ta them unë ç'a mbaj mend. Do venim dublime, se në ato kohë xhiroje dhe pastaj kishe edhe 2 muaj dublime. Pra ne pasi e xhironim, shkonim dhe bënim dublimin. Të zërit tonë, se s'kishe këto... ajo ishte, dublimi ishte një histori më vete, një film më vete. Që ti bie, pa tjetër. Për puthej buza. Unë të thash jam natyrë emocionale, sa u futa me Qimin, po ishte filmi parë, Qimi ishte madhështor në gjithë shka, në film ai nuk të falte, se pedagog ka qenë tolerant, i mirë, në afronte, se po në film, në figurën e vetë ishin nga ata herojt i them unë. I biri Margarita Xhepa. Herojt i them unë. Gjigante edhe jo. Herojt. Në kujdi unë më them që duhet vazhdojmë të përulemi këtyre figurave dhe filloj ka motor, po, dhe shikoja unë në monitor veten time. Ua, thoja unë, ç'kem thoshte? Kam dalë shnosh. O i kimoj mendjen aty, se isha i qik bufe në fytyr. Ua, kam dalë shnosh. Ua, sa shnosh. Po ke ngrën, ja bëndi Qimi po përqëndru aty. Dhe sa filloja të bëja tekstin tim, mua miku zëri. Nuk më dilte zëri. Miku zëri. Miku. Atere dhe kur martoha, mua miku zëri. Ja, një të re që të tash prapë. Po si mama more këto 2 të re. Miku zëri. Si që ti mora. Vajta te doktorin, Ti pasu s'keme Ndriçim Xhepën që do të la tregosh? Po, unë e kam treguar skenën kur ne nuk ishte sa i filmi do bëheshe me puthje. Po nga që plasi lufta prandaj them që lufta nuk plasi tek qendra e studentëve, filloi njerë tek ushtarakët, tek shkolla e bashkuar. Edhe ne dëgjuam krisma. E ishte viti 91 atë kohë. Dhe, jo më falë, 90-a ka. Jasë më falë se s'po më vjen. Dhjetori në 90-ës ka qenë 91. Jo 91, ne kemi xhirun, s'kishim plas akoma këto lufte, se mos bëj gabime. Dhe na hidhet njëri, një operatori që shumë i shkathët ai. Edhe na thot, shiko thot, tani kemi shanse për të bërë revolucion në film. Ha, i tha, neve se që, do puthet Monika me Qimin, unë e kisha bashkëshort Qimin. Edhe Qimi tha, unë e putha, s'ka problem se kujtoj se do thoshte kjo që, po unë si ta po... Tha, po ti Monika, po me të shumë aktore jam, unë e ka marrë përsi, po unë po të më thoje çdo gjë, unë do ta bëja për artin. S'ka pasë tere, do të në pak të deri në ato vit? Nuk ka pasur. E puthja e parë? Në vitet 90, po, se mos harroj ka bërë Tinka Kurti. Po? Ka bërë puthje me Kadri Roshin, tek filmi Tana, në vitet 60-70, ka qenë puthje e parë. Pastaj diku në mos gaboj, është bërë në vitin 80 e ca, filmi Spartak Pecanit, po, au preputhja, au bëputhja, nuk e di. Pastaj kemi qenë ne, pastaj bëri Bulku, tek bashkë me Qim Xhepën, bëri te vdekja e Kalit, puthjen e tyre. Po nga që ishte filmi që u pëlqye shumë, kishte një histori të bukur, mori një jon, ndryshe ne ishim shumë më përpara. Si ka reaguar publiku? Që thoni njerëzit kur pan një puthje, sepse... Shiko, unë kisha në atë kohë bëra këtë, bëra dhe për Dhunusit. Po? Dhe qëlluan që 2 filmat ishin shumë afër në kohë që dinin në kinema. Po? Unë e kam shpinë, vazhdoj të jetoj tek Alidemi dhe unë kaloja gjithmonë tek rruga Elbasani, që ishte një rrugë problematike në ato kohë. Po? Dhe kisha shumë frikë sepse fillon, puthit Qimi, të kapi njëri, të kapi tjetëri, të futën duar, të bëjnë se e mos haroj gjithmonë, kur ti e shikon, ti kujton se aty është bërë nami. Ndërsa ju doktor tani e kuptoni që kur vjen operatori njerë kap ty njerë. Për shembull, për të dukur ajo skena ime që isha zhveshur dhe që bëja ato pas thirrmat,
aktori si ishte fare. Ishte dora ime, ishte dhe trupi im. Dhe merreshe vetëm kjo dhe ti bëj të gjithë, të kapi, të futi duar, to që sytjenat. Ajo sytjena s'është bërë fare, hiqe sytjenave që dhe sot e kësaj dite më thonë që ti futi duar, ti ishte që unë isha shtrirë, sytjenin e kisha vënë këtu, ishte hapur dhe ai vetëm të riqte këtë. Nuk ishte, u fu duar, u bë duar, tu kapu, pra mu më përdhunuan. Hajde ja shpjegoj atyre të rrugës Elbasanit. Nuk ja shpjegoja dot, sa unë mua më shpëtoi në atë kohë vetëm karroca dhe vajza ime që ishte 6 muajshe. Kishe lindur vajza? Kisha lindur. Shiko, unë isha shumë e dhëm pas filmit edhe teatrit, edhe mendoja që do bëja karrierë në këtë gjë dhe nuk doja fare të merresha, të martohesha, të bëra Ngela, doktor, Ngela, shtatzan. Ngela, doktor. Ngela. Ngeci. Ngeci, je shkreta Ngeci. Deshe ta mbaje? Jo, nuk kam dash ta mbaj. Unë e kam thënë dhe diku tjetër, nuk kam dashur se doja të bëja jetën time. Domethënë, jo jetën time si Monik, po jetën profesionale dhe a do ta pranonte bashkëshorti im në atë kohë jetën time artistike, se po flasim për një Jo, ishim thjesht të dashuruar në atë kohë, doktor. Rastësisht ndodhi, doktor Korba. Edhe unë kam vajtur edhe ta heq vajzën time. Edhe në atë kohë, mamas time, ju e dini, tashmë, i vinin të gjitha informacionet, ku hyja, ku dilja mojtë doktoreshta, pa Monikën në martinitet. Në martinitet Monikën. Ne pam, thajë. Erdha shpion, hajde këtu. Të merë, nuk të merë ai, ti fëmija nuk e për ta hequr. Unë jam mjeke dhe e di se çdo të thot, e para njerë që do të pranoj në çdo formë. Dhe e dyta, nuk do të toleroj kurtha që fëmija e parë, ose ti të kesh një abort, se ndodhi. Jemi para faktit, ndodhi, do të pranoj me gjitha, unë, babi ti, do punojmë, do jetojmë që të arrisim vajzën. Kur pasaj ndodhi e kundërta, ishtë bashkëshorti im e pranoj, u martuam, do më thënë ai këmgulli që ta kishte vajzën. Edhe tha absolutisht që unë këtë fëmijë dua dhe... Shqyrë që se ke bërë atë gabim për ishe rea. Nuk e di qa do bëja sot në këto kohë, për shembull, po të kisha bërë atë gabim fatkeqësi të jetës ime. Vajza ime është një mrekulli sot. Është 32 vjeçe, jeton në Gjermani. Është komplet kundra meje, po komplet kundra meje. Si kundra, në që kuptim kundra meje? Nuk është natyra ime. Është ndryshe nga ty, është ndryshe nga unë. Për shembull, po ta dëgjoj edhe një herë. Më tha, e ke thënë një herë, prap do ta thuash këtë? E unë do t'i themi atësh doktor Skerdit Fsherëzi, nuk na ka dëgjuar njeri. Do zoti, ajo nuk klikon ta dëgjoj. Po do ta shohë edhe ajo po. Do ta shohë. Por, ja kjo është jeta ime, pa ta divorcim, për të cilin... Diku në 96, 97 tamam, unë erdha u kthena. Ti ke jetuar jashtë apo? Jo, në Shqipëri, ne të dy ishim të vetëm, edhe ai ishte djali vetëm, edhe unë vajzë vetëm, donim që t'ju rinim prindërve afër, ase çuam ndonjëherë në mendje që të lenim prindrit, kështu që edhe ishim mirë këtu, domethënë ishim mirë. Ndoshta ato kora e atyre korave që nuk e njoftëm shumë mirë njëri tjetrin, edhe dalin ato pasaj mos përputhjet me njëri tjetrin. Jemi ndarë në mënyrë shumë paqësore, pavarësisht se... Cilat ishin mos përputhjet që të kam për të... Shiko, në atë kohë, unë kam qenë rreth 26-27 vjeçë dhe nga njerë edhe një debat fare, si thuash, i vogël, tek unë ndiheshe një debat i madh, ose tek ai ndiheshe një debat i madh. Pra nuk e patëm. Jo, ai ishte një 4 vjeçar, 5 vjeçar më i madh se unë. Por përsëri ishim të ri, se unë isha diku te 23 vjeç, kur bëra Tean. Mendoja ai ka qenë diku te 26-27 vjeç. Dhe ishim shumë të rinj, ndoshta nuk e kishim këtë pjekurinë e kohës të tanishme, se ndoshta duke duruar pak themun, unë ja them, unë tani me këtë gjë që sot shikoj dhe bëj them që nuk i dham kohë njëri tjetrit. Edhe për të toleruar njëri tjetrin.
në biseda, sepse gjërat tona kanë qenë kaq të vogla, sa është, domethënë, nuk di ti sqaroj. Thjesht ishte mosha. Thjesht ishte mosnjohja e gjërave. Në preventimin të cilat janë 3 këmbët që e mbajnë gjallë, që mbajnë në këmbë, po them, familjen. Çfarë faktorësh do të jenë midis mashkullit dhe femrës? Unë do them 2. Po? Besnikëria, po jo besnikëria në atë kuptimin që njerëzit e marrin në kuptimin më të keq, mos të shkoj burri me ndonjë, besnikëria në gjithçka që ti bën për familjen, të jenë në ndërtimin, në mënyrën si do eci, dhe harmonia, edhe mirëkuptimi. Po nuk i patëm këto të dyja, sepse vjen një kohë, doktor, që është dashuria e madhe, e fortë, pasaj dal vjen fëmia, ti për kujdesesh më shumë për fëmijën, fillojnë ato xhelozit e para japë. Pra, po të kalojnë sepse ti je më tepër për fëmijën dhe i çik pastaj burrit. Kjo është ashtu. Pastaj hyn pasaj edhe i çik familjet, se duhet ta kuptojmë këtë që ne jemi vend tradicional që nëna ime do thoti fjalë, po dhe mami i ati do thoti fjalë, ose e familjes në përgjithësi. Dhe ajo është koha. Ne nuk kishim kohë të jepnim njëri tjetrit. Prandaj unë jam shumë pro që në ditët e sotme të rit njihen me njëri tjetrin, është kjo bashkëjetesa. Se prandaj është bashkëjetesa, që ti ta njohësh njeriun, ti nuk mund ta njohësh që se ne takoheshim dhe me orar atëre, doktor. Në orën 7-8 na priste mami të shtëpia, kaloi ora 9 ku ishe. Më kupton, ishte prapë them është ai brezit që ne 1-2 orë takoheshim. Kur martuat bashkë, rinit bashkë, jetonit bashkë. Po, pra, ajo ishte. Ajo, shiko, është komplekse gjëja, sepse duhet t'i japësh kohë, unë po them, duhet t'i jepnim kohë. Unë sot në këtë kohë e sotme them që edhe nëse do isha martuar për herë të dytë, unë duhet t'i jepja kohë dhe ai duhet më jepte kohë. Faktori kohë për mua është shumë i rëndësishëm. Jo, nuk u martova më, por arsye sepse mendova që për vajzën time ta risja ashtu siç mua prindërit më kishin rritur. Mund të ishte edhe gabim? Po, sot mund ta quaj prapë edhe një gabim se unë mund të bëja. Por nuk doja në jetën time që Tea ka ikur. Shumë e re, do thënë kur je ndar shumë e re dhe vendos që ti dedikosh totalisht. Po, shumë e re, 27 vjeçë, 26, 27 për 28 vjeçë. Nuk e patur marrëdhënie, njohje, do të thënë që patjetër. Të ke çuar në përmend që po të bëj një familje të re. Patjetër, por edhe kisha frikë. Nuk e di pse mu krijua një frikë që një familje dytë unë duhet isha shumë e kujdesshme njërë në radhë të parë me veten time. Sepse njeriu unë nuk dua të bëj fajtor tjetrin. Unë nis gjithmonë fajin e nis nga vetja. Dhe them që në momentin që unë kam ato problemet e mia që për shembull e dua tolerancën, por nganjëherë nuk ma kuptojnë tolerancën. Sepse unë isha rritur me një familje shumë tolerante. Babai im në ato vite, mamaja ime e gdhinte në spital me javë të tëra. Po flasim për vitet 70. Të kupton një burr në vitet 70 që ta lente gruan nga 5 e mëngjesit deri në 5 javës tjetër, jo. Atëherë si mund të më kuptonte mua një burr që të shkoja të xhiroja nga orët e para të mëngjesit deri në orët e ish bashorti im në ato kohë se ka qenë shumë i mirë kuptuar në këtë gjë. Domethënë kam pas mirë kuptim absolut. Çfarë profesioni? Ai ka qenë ekonomist. Ka qenë shumë i suksesshëm dhe ai në jetë, në profesionin e vet. Fatkeqësisht ai sot nuk jeton më. Diq nga Covidi edhe. Nga Covidi? Po. Sa vjeç ishte? Duhet ishte te 52-53 vjeç. Kavalla. Iri. Po, shumë iri. Iri. Besoj se ke përjetuar me gjithë se keni qenë të ndarë, ke përjetuar keq. Patjetër, absolutisht ai është babai i fëmijës tim, është kujdesur për fëmin tim. Arriti të realizoj shkollën vajzës, sepse unë me një rrogë edhe si aktore në ato vite, rroga e teatrit ka qenë shumë e ulët, nuk është kjo rroga e tanishme. Ishte 400-500.000 lekë, që do bëja më parë, do mbaja vajzën, shkoja punoja në Fierë, në Vlorë, në Korçë, bëja punë të dyfisht, aty ku nga njëherë, atë që ti ndëron të jesh në skenë të kohë nga njëherë
mua më është ndaluar. Më është ndaluar, do thoni ju si të është ndaluar. Më është ndaluar edhe nga kërkesa, se një grua e bukur, një grua e divorcuar, vorsulet më shumë. Ti ke jetuar në 90, pra ke Unë kam qenë super e jetuar- re dhe super e bukur në 97, që ke qenë periudhë keqe shumë. do të Shumë thënë, periudhë se keqe, në ato ke kohë unë përjetuar? pata një ofë shumë të mirë në profesionin Po. tim. Divorci sigurisht që nga njerë të zhyt, Po, edhe në momentet më të vështirë të Shqipërisë, 97, 98, kam qenë vite 2000 ca, dhe pasaj fillojnë ata që në atë mënyrën që ti je një aktore mirë, ti je një artiste mirë, por po do ham një dreka, do pim një kafe tani. po, Nuk kam dashur, nuk i kam thënë kur këto gjëra dhe nuk kam dëshirë t'i them, sepse unë them personaliteti i njeriut është kur ti t'i kaloj të gjitha situatat, pa i ullëritur situatat e veta. Dhe po ta kesh ndjekur pak Instagramin tim ose jetën time, unë nuk është se jam ankuar. e shumë alegre je. Nuk dua të ankohem sepse nga njerë më duket si kur kërkoj mëshirë nga të tjerët edhe si kur do më thonë të tjerët që se gjunaf. Fjallën gjunaf unë e kam të zhdukur në fjallorin tim. Jam bra shumë nga njerëz që i kam dashur shumë, jam dhënë shumë, dhe pasaj Të kanë zhgënjur. më kanë zhgënjur edhe në profesion. Mund të thuash një rast zhgënjimi të madh pa emra. Ta tregosh vetëm si histori. Nëse mund ta thuash, nëse se mos e thuaj. Patjetër që ka pas regjizor dhe regjizore që më kanë dhënë dhe ka marrë dhe çmime Po? me anë të regjisë të tyre dhe pasaj më zhdukën nga kalendari i tyre. Nuk më morën asnjëherë. Po. Dhe më e bukur ishte kur më thonin që po ja ti je më shumë për film, jem më shumë për speakere, për të drejtosh një emision, të bësh një emision, por faktikisht edhe aty ku kërkova që në një televizion që unë dash shumë të bëja një program, nuk është se ma pranuan. Pra, ti nga njerë jep shumë dhe nuk e merë as një herë atë që do, dhe unë këtë nuk, do të thënë, dua ta lek kështu si një blu, si një ujë, kështu që, pe iku nga kjo biseda jonë. Do të flasim çik edhe për Big Brother, për ato çik. Po patjetër. Çfarë viti ke hyrë? Çfarë viti ke hyrë? Çfarë viti ke qenë? I pari fare. dhe ta ulëras me të madhe, dëgjoni ju të dashur, nuk ka më, po nuk ka të ulërasin të gjithë, të thonë që erdhi ky, nuk ka më si Big Brother i parë. Jo pse isha unë, s'ka të bëj. Unë flasë në tërsi për formulën, për kujdesin, për mënyrat si bënim bisedat, mënyrat si bënim lojrat, pa ofenduar, pa e quar atë ofendimin në atë zhën fare që i kam parë unë. Pa bullizime. Atëre kam 3 pyetje. E para, si e vendose ti pse? E dyta, si e priti mamaja? E treta, si e priti vajza? Atëre. Unë e kam vendosur krejtra, se si shbiles nuk doja fare të isha, sepse kur është bërë bigu me njerëzit e thjesht, unë kam qenë kundra këtij formati, me thënë të drejtën, sepse shikoja që njerëzit shaheshin, ofendoheshin, dhe unë nuk e di pse duhet të arim në këtë. Unë jam kundra këtyre gjërave. Pastaj, kur ma propozoi Arbana në ato vite, më mori Petrina në telefon, një gocë e mrekullueshme, kam kujtime dhe e dua sepse është gocë me të vërtet shumë e mirë. I thash jo fillimisht. Pra të izolohesh nuk është e thjesht, doktor, sikur edhe 2 ditë. Unë se mendoja kur njerë që do shkojnë 134 ditë, por se mendoja as 2 javë. Dhe këto shoqet e mia më thanë, Monika, ti duhet të bësh një riciklim, sepse është ajo që ty shfaqjes po më binin. Unë nuk isha natyrë që ti lutesha regjizorit mjep këtë rol. Po s'mpe. Hikja, bilesa s'doja t'ja dija. I thoja, ka rol për mua? Jo. Faleminderit, vazhdoja punën time. Dhe kjo gjëja me erdhi mirë, por në atë kohë ndodhen 2 gjëra, doktor. E para ndodhi
që unë merresha shumë me musicalët, sepse isha detoresh me fëmijët te Qendra Kombëtare Kulturore për fëmijët, dhe doja që të bëja një musical, Emin në atë kohë, dhe doja të merrja sponsor. Pra të futesha të bëja një reklam për të marrë sponsora për këtë shfaqje. Dhe e dyta të them përsëri që se kam thënë asgjë kundi. Ja prap jeti. Ti do më kritikosh mua, unë e di. Ja, Ka të bëj me juve, doktor. Jo me ju personalisht, po me zoja të bëja vaksinën. Aja! Ere parë që po e them, isha kundra vaksinës. E të futem brenda të shpëtoj nga vaksina. Po në atë kohë, unë punoja në bashki, dhe bashkia nxori të gjithë punojësit për të bërë... Vaksina. Thashun. Ne na binte diku nga mesi shtatorit. Thash, po ta e rregulloj unë këtë punë. E rregulloj unë këtë punë. O, po Bimburg, ose po futem Big Brother. Rregulloj unë dhe bëja plane. Filloj shtator, pas atë vit tek unë, tek ku isha unë, i binte diku nga tetori, nëntori, dhjetori, se gjitha jo bashkime. Shumë, futem. Bik. U futa në bik. Ju thatë, si thatë mamas tuaj, i tha shumë mamas time, jo, unë nuk i thash fare mamet. Sepse kjo, Petrina mua më kisha ardhur që diku nga fundi i qershorit, fillimi korrikut, ato bisedat e para, dhe i thash unë, thash ja, po, mua së mblem prindit, unë ato ka se doja fare. Edhe i the mamit, mami i thash unë, si kur të futem unë, në asnjë mënyrë, më tha mua. Ti në bik, në asnjë mënyrë. E para njerë, ti je kaq idealiste, je kaq e sinqert, do t'i thuash të gjithë dhe s'kam për dashur njerëzit ta. Kështu që të lutem tha, ma mos u futi. E po mirë, thashun, hiku mami, nuk e do. O teja i thashun, në zemër më kam propozuar për bik. Stop! Ajo fare ajo. Më kesi sa mami goca. Ajo shëndari jeton në Gjermani, mba i ka kështu 1, 2, s'ka. Ti në bik, më tha mua? Ti nuk... Ti në bik do të nxjerrin të parat. Pse? Se ti s'do durosh në një gjë, do flasësh, do bësh e para që do dalësh do jesh ti. Jo, po ashtu për të flasësh të bësh, të thuash troç, atë të mbajnë më tepër se atë. Po jo, më nuk e doni shumë të me nga dal doktor, se nuk duhet kaj shumë e vërteta në bik. Po mirë, sigurisht, sepse shiko, është një reality show si të thuash, pra, po është show. Po unë do luftoja si që luftova. Po produksionit i duhet të bëj show. Se faktikisht unë u gjykova për 2 lojtare aty që unë i parë që nga ana emocionale nuk ishin mirë. Dhe unë isha me njërën, pa e ditur që ishte dhe tjetër, dhe kur mora vesh për tjetër, në tash se duhet jenë këto. Se ka një ligjë i bigu i famshëm. Po ka një ligjë aty, ka ca rregulla dhe bigu. Që njerëzit emocionale dhe me probleme që kanë pas të ankthit, ti nuk mund t'i futësh. Kështu që... Edhe mami me tean, vajzën... Unë oqa dhe Digitalbin, që ta dish, i bleva mami Tringun, i bleva telenovela turke, të ulesha aty, të shikonte telenovelat nga mëngjesi deri darkë. Doktor, po unë jam stratege më doktor. Unë si nga njerë përse dhe gjithë e roleve të mia. Mami shkunde ke komshia të patë dhe prajme. Mami të kishin trokit në derë. Po. Qa ka Monika, tha që fletë kështu? Mami, ku Monika, ku? Shfutu në big. Pasaj qova njerëzit unë, që ta qetësonin mamin, ta bënin, erdi teja, ndeti me mamin, ato ko, ja kështu. Po brenda si ishte, do të nuk ishe asë një lloj komunikimi me jashtë, fare? Jo, fare, zero. Kishte plas prap Covid-i, apo kishte iq? Jo, nuk mora vesh më unë për Covid-in. Kur dola, thash marun vaksinat, maru ti bët vaksinat. Diles ato na pytën aty që i keni bërë, po, kalonin, Mirë që se ka kapë Covid-i aty mren juve. Tani i thash, do t'i imuni, thash, apo do t'i sa vaksina kam bërë unë në trup. Plot vaksina jam, i thash, mos o shqetësoni. Po pse kishe frikë nga vaksina? Ti mos give atë mikrochipin që flitej atë. Jo, nuk e besova, doktor. Nuk e besova. Unë e di që e keni bërë, sepse, më falë, sepse mami në ato kohë më tha, vetëm një ignorante se ty mund të shpërfilli shkencën dhe mjekësin. Pra, ju e dini që prap mjekët janë të parët ata që besojnë në këto gjëra. Ka patur dhe ka edhe mjekë që nuk besojnë në këto gjëra, në fund. I më në atë kohë besonte. Dhe unë i thash, e vetë me gjë që unë nuk besova është që kësi u prodhua dhe njerëzit
do kishin suksese, nuk e di. Dhe më thëmë, Atëhere, më falë që e them, do ka që qenë mund t'jem dhe revolucioni, ignorante, jo, por ato unë refuzova ta bëja. Ato vaksina kanë pas qenë revolucion. Unë e kam kaluar Covidin, Po dhe unë e kalova Covidin. dhe kam kaluar para se të bëja vaksinën. Ka qenë vera e 2020. Mirë, ju e keni bërë se nga që udhtonit vinit, apo? Apo dhe edhe besuat? Po jo, kam besuar fort, dhe unë e kam bërë në Rom, se jam shtetas italian, Po. dhe shkoja vje gjithmonë. Dhe më ka kapur, unë kisha të nesërmen për të shkuar në Rom, kur kapi temperaturat. Kapi temperatura në Korrik, Covid-i është, të Korrik 2020-ës. Dhe mora avionin, ika, vajta sa po mbrita në shtëpi u izolova, e thash, mive shikom duke se kam Covid-in, kështu që mos më afroni, maske gjitha këto. Okej, vajta bëra ekzaminimet në spital, në Tor Vergata në Rom, edhe atëherë dilte përgjigje pas 10 orësh. Dhe doli tamponi që isha Covid. Edhe më panë ajo infermierja që më dha, doktoresha më falë, që më dha lajmin, ishte e urgjencës, atje vajta që prezentova, më tha në mënyrë sikur unë isha të vdek. Unë e vetme që kisha temperaturë 38-32, asnjë gjë tjetër. As vështirësi në frymarrje, as edhe një gjë. Okej, i thash, ti iki në shtëpi, i thash unë 30, se mund të izolojmë në shtëpi, jo, më tha mua, nuk mund të ikësh, duhet të shtrohesh në spital. Po çfarë ndodhi, thash unë, nëse unë iki, ndodh që neve jemi të detyruar të njoftojmë policin, tha. Në Itali kjo më bëhet. Ajo më duhet. Më ka shtruar, ishte verë dhe në verë kishte rënë vala e Covidit dhe reparti i asaj në atë kohë kisha rënë, nuk kisha i poliklinikës së Tor Vergatës ku unë kam bërë specializimin, i reparti infektiv ishte bosh. I vetmi që ishte aty i shtruar isha unë. Dhe i them ti me shoqe nuk harroj sepse ato jasteket i kishin të këqinj, nuk fliat dot. Them ti me shoqe më sillni jastek nga shtëpia, sillet ca libra. Edhe unë të izolohem këtu. Unë kaloja ditën duke lexuar, edhe duke ecur në përdom, isha tek punë në përdom duke bërë pompa. Si isha mirë, s'kisha asgjë. Ata më thanë që duhet të qëndrosh të paktën 4 ditë, 5 ditë pas një lloj simptome. Dhe prisnin vetëm që mua të mbinte temperatura, vetëm simptom që kisha temperatura. Mora temperatura, më mbajtën 4-5 ditë të tjera mbrapa, në total bërë 7 ditë në spital. Më morë me ambulancë, sepse përsëri duhet izoluar me ambulancë, më çuan në shtëpi dhe pastaj më vinin, më bënin tamponin një herë në javë, ose një herë në 2 javë, se mbaj më të mirë tani, që kur të dilte tamponi negativ, unë desha të kthesha në Shqipëri, si kisha punë këtu. Kur të dilte tamponi negativ, që të më jepnin lejë për të dalë. Unë je i izoluar në shtëpi aty në dhomë time, i me shoqë që mblinte të dera ushqime, kemi respektuar këto gjëra. Edhe unë mamis edhe neve, po këtë të ushqimit dhe unë mamis kështu e çoja me tabaka, aty të dera. Dhe nuk më dilte tamponi negativ, sepse qeveria italiane së kohë ka bërë dhe shumë budallëqe, edhe Ministria e Shëndetësisë shumë budallëqe. Ajo është preja kur digjesh nga qumshi fryn edhe kosit, dhe atë tamponi PCR-s, në qoftë se ti e shumë fishonin, materiale që merrej shumë fishohej, më shumë më tepër se sa Gjermania. Dhe u dilin të gjitha dhe një grimcë e vogël RNA-je të virusit të kishe ti në për rrugët e frymëmarrjes, një grimcë e vogël të ishe, ajo dilte pozitiv, po ta shumë fishoje aq shumë në laborator. Dhe çfarë ndodhte? Ti kishe virus të ngordhur, që kishin mbeturinat e RNA-s e dilte pozitive. Çfarë bëj tani unë, i shkreti dhe nuk e di nëse ka funksionuar apo jo. Marr raki rrushi të Timeti, se babain e kam patur në Rom, rrin atëherë në Rom, se bashkë me mamën time, afër në lagje me mua. Një kështu spray e mbush me raki, edhe para se të vinin ata, se më dolën 2 herë pozitive. Para se të vinin ata për herë të tretë, spray gojës, spray hundës që më diqte koka, e shplaja mirë, spray fort, erdhën 2 herë rresht, doli negative gjëja, më dhanë lejen mua për të ikur për të dalë vrapit. Unë ktheva në Shqipëri se kishim punën në këtej. Por më mbrapa, kur u bë vaksina, unë e bëra vaksinën, sepse besoja tek vaksina dhe besoj
për mendimin tim modest, nuk jam ekspert i kësaj gjëje, por ka qenë një revolucion që është bërë edhe në këtë drejtim. Pra prodhimi i një vaksine kaq shpejt. Kaq shpejt edhe me rezultate kaq të mira mund të ketë patur edhe problematika, mund të ketë patur një gjëra, sepse mesatarisht duhet të 10 vjet për të bërë një vaksinë të tillë dhe të jesh i sigurt edhe për efektet. Pikërisht një nga arsyet këto që unë nuk e bëra. Sepse kisha lexuar dhe kështu thoshin që mbi 10 vjet duhet të provohet te njerëz, pastaj të nuk kishte mundësi, do të thënë njerëzimi, nuk kishte luksin që të bënte një vaksinë me nge, si poliomieliti apo vaksina të tjera, hepatitit, gjitha këto. Ai u bën në këtë mënyrë. Po momenti më i vështirë në Big Brother? Momenti më i vështirë ka qenë se ai ka qenë shumë i vështirë, pikërisht e këto 2 goca, e këto 2 vajza që më luftuan me idenë që ti po mbron njërën, por kjo që po lufton në ankthin e problematikat e veta po i sulesh kësaj, kur faktikisht unë nuk po i sulesha, vetëm thjesht mbrojta dikë sepse e pash situatën që ishte shumë e vështirë e kësaj vajzës tjetër, dhe aty jam bërë shumë keq sepse kam parë mënyrën, shiko, ne aktorët, artistët kemi një gjë që edhe në qoftë se shikojmë publikun, unë i dëgjoja zërat dhe duartorkitjet ose mënyra se si reagoheshe në studio. Dhe mënyra edhe 2 opinionistëve që filluan e folën, unë e ndjeva veten shumë të vrarë. Sa me dikë, pa e përmend emrin se tani e kam mik, i thash që bëni gabimi më të madh në qoftë se ju do të diskutoni. Unë këto i kam si vajzat e mia dhe do të diskutoni gjykimin tim. Sepse nuk arrini të kuptoni që në këtë gjykimin tim, atëherë unë jam më e drejta sepse ju keni futur padrejtësisht disa njerëz që kanë ankthe për të cilët nuk duhet jenë të izoluar në këtë vend. Aty duhet vinë njerëz të shëndetshëm, unë e mendoj kështu dhe kështu duhet të jetë. Sepse të izolohesh, doktor ju e kuptoni se që do të thot izolimi, që ti nuk e as mundësin për të komunikuar, as mundësin për të ditur se që bëhet jashtë, as mundësin se si janë prindërit e tu. Unë kisha vetëm lënë një porosi që unë doja të dija si do ishte mamaja ime, sepse i kisha lënë vetëm dhe ishe në një mosh relativisht të madhe. Dhe këtë gjë e kisha bërë pak që në fillim, por nuk e kisha lënë që të më vini një javë të ma thonin. Kupton? Pra, aty unë përballesha me gjëra shumë. Dhe në këtë momente, ti duhet ish një njeri, dhe unë them, qoftë si kam rezistuar asaj gjëje, unë them me ndeshmërinë time, që them që e para, unë nuk jam një njeri që konsumoj alkool, unë nuk jam një njeri që konsumoj substanca, unë kam një njeri që konsumoj duanin, që këto ishin 3... Që ishte e muhabeti që tanë që dolin në TikTok, në duket që ti kishe thithur, kudur kishe pirë droge, më të thashe? Kur, asnjëherë. Unë, doktor... Që po pije ti? Unë po pije, kush e ndina i qumësh në i gjë, doktor, unë kam shumë probleme në... Unë edhe për të pirë, në qoftë se unë mund të dehem dë njerë, ose mund jetë njerë në 5 vjetë, njerë në... Pra duhet ndodhi diçka që unë të vi. Nuk është se unë jam kundër këtyre dhe unë pi shumë H2O, doktor. E konsumoj shumë këtë O2O. Robe që nuk e di që H2O-ja është uji. Më tha njëra, që është H2O-ja? Pas ke marrë, më tha më. Po, i thash atë e marrë me tonë e latë. Po, që është uji, mi zemër, i thash uji. Dhe këtu më erdhi keq, u bë një sulm, sepse kuptova që ato nuk donin që unë të vazhdoja më gjatë. Unë të paktën kështu e mora. Keni garuar dhe në parti luftoj me gjitha forcat për shkuar deri në fund? Unë kisha një... Jo. Ta shkuar e mëndi për të dalë? Po e kapi qik këtë, se më kalon stresi me këtë. Nga njerë këto janë dhe anti-stres. Prandaj kam bërë aty. Unë e njoh veten time, sepse unë nga që jam një njeri që i përshtatem të gjithë grupë moshave. Nuk kam problem të ulem sot edhe me një 5 vjeçar, edhe me një 18 vjeçar, edhe me një 24 vjeçar, edhe me një 50 vjeçar, edhe me një 80 vjeçar.
kjo vjen te mund ndoshta nga natyra ime. Nuk isha një njeri që për shembull duhet të luftoja siç luftonin ato për cigaret. Aty bëheshe luftë e madhe për cigaret, po flasim për të parën, nuk flas për të dytën dhe për të tretën se për mua u prishën. Duhet të fitoje, do të thënë me po duhet të fitoje. Pra mua më vinte aq keq kur nganjëherë ata se unë merja cigare dhe po them një gjë, nëse të tjerët e kanë përdorur cigaren për lojë, unë nuk e përdora asnjëherë dhe shkoja dhe i thoja Donald, të duhet cigare merr, se merja 4-5 paketa. Unë si pija, ju shpërndaja këtyre dhe vinin të gjithë. Po kur doktor këtë gjë nuk e përdora për lojë? Dhe mua më vinte inat që nuk e quani një gest fisnikërie. Ndërsa më vonë janë përdorur në mënyrën më të shëmtuar cigaret. Ua, po pse më ka që fort është cigare sepse si mjet në kombimi. Momentin që ti nuk fitoje lojën, sepse te bigu i parë janë bërë shumë lojra. Bigu i dytë, i tretë për mua u stopuan lojrat ose erdhën shumë pak. Ne në bazë të lojrave merrnim buxhetin. Dhe atëherë ka qenë loja ka qenë kështu. Ne i kishim në çdo kohë lojën. Dhe kur ti nuk e fitoje lojën, nuk e merrje buxhetin. Dhe kur e merrje buxhetin, ata çunat procesnin shumë cigare. Sepse ato ishin. Po bukën aty shiko, të themi një gjë. Aty buxhet me çfarë merri? Aty nuk vuan për bukë, se ti e ke qumshin djathin, të gjithën ata kujdese, ka një kujdes në maksimum për ushqimin. Aty merje ndonjë mish më shumë, merje ndonjë peshk më shumë, merje vajin më shumë, merje këto frutat më shumë. Pra, po të thuash ti nuk vdisja, aty duhet t'i japim një merit të madhe atij super produksionit që i kishte vëmendjen edhe tek ushqimet, por edhe nëse pësonin ndonjë gjë shëndeti i banorëve. Ama kur fillonin lojrat ishte gjerman, se ti parandaj kishe vajtur aty. Dhe unë them bigu është i ndërtuar në bazë të lojrave, jo në bazë të degenerimit të njeriut, të karakterit të njeriut, të bullizimit të njeriut. Ti ke menduar kur ke hyrë në fillim, ke menduar se mund ta mbaje nën kontroll veten dhe situatën? Unë dija një gjë që pa drejtësinë, unë e dija që do t'ishin si një gjë kundra Monikës dhe kjo do ishte kundra meje, sepse nganjëherë unë haroja që dhe ishe lojë. Unë vazhdoja me historitë e mia, teatrin, me Ilirin, tregonim historitë e teatrit, të operës e baletit, teatrit kombëtar. Pra ishim një grup njerëzish që kishim, domethënë, në qoftë se ishte një afrimitet atëre me Ilirin, ka qenë pikërisht koha që ne kemi përjetuar e profesionit dhe ata herojt e skenës që ti ke dëshirë ti dëgjosh. Dhe ne uleshim, tregonim, bënim, ndërsa dhe nuk e kishim këtë, më the këtë, e the atë, ti kështu, ti ashtu. Pra, unë them që më vonë u degenerua. Kur e kuptove që se unë nuk kam qenë ndonjëherë brenda edhe nuk do të shkoja dot për veten time. Sepse unë shpesh nuk arriti mbush dot mendjen vetvetes, e të ri rehat. Nuk duhet t'ja mbushësh në një lojë të tillë, nuk duhet t'ja mbushësh. Vajhalli them me të tjerë si do ta bëja. Sa veta ishit aty brenda jo? Ishim gati, fillimisht kemi qenë 16-18 veta. Dhe flinit në të njëjtën... Ne flim në një dhomë të gjithë dhe s'kan krevatet e tyre. Unë për shembull dua të them që gjumi natës, fal Zotit që kemi bërë atë zbordin, dhe ishte një torturë më vete. Sepse ti ke e zem për shembull në shtëpi njerëz që të gërasin dhe nuk i duron dot. Jo, më pasaj ti jesh në kishe djem që gërrisë, kishe vajza që gërrisë. Mua mbinte çudi doktor që vajza të reja gërrisnin. Ti gërhet? Jo. Unë i thoj... Ka fajnë e robi që gërhetër, se çështje e orofaringut edhe hundës. Unë nuk arria do... Kisha një gjë, doja të shkoja dhe të thoja që shiko, kur të dilni, sidomos vajzave, shikojni këtë sepse kjo është një emet që rregullohet. Jo gjithmonë. Po nëse mund të tentosh për të rregulluar. Profesoresha e thash që rregulloheshim, vetëm ti çoja ti se dërtoja që të shkonin dhe ta bënin këtë vizitë te doktori. Po gërhima, me thënë të drejtë, nuk është e të mërshme doktor atje ishte
festival gërrimesh. Gërhima në vetë nuk është problem i atij që e Jo, ka. pa mirë, unë e di Për se te kur komprometon frymmarrjen edhe problemet të rënda shëndetësore. E ka ai që nuk rretet, që zgjohet. pa ai që zgjot, sigurisht. Aty shiko, pastaj aty janë vetëm çështje, ju e dini që njeriu përshtatet pastaj. Çfarë ore bini zakonisht për të hyrë gjumë? Po, ne orë nuk ishim, sepse ata ishin shumë strikt. Edhe një moment që Arditi e kuptoi tek ajo fura orën, se ka fura orën për shembull që do ta mbash kaq, sa e morën vesh ato që Arditi e kuptoi atë aty, erdhën dhe i vunë adeziv, e mbyllën dhe kishin bërë një kamerë vetëm aty, që në qoftë se ti do shkoje ta shikoje, ata të penalizonin dhe të... Pra, ju nuk dinit as orën, dinit vetëm që ishte ditë apo natë? Unë di që, ditë natë, kaq. U ersua se diku në verë, zem për shembull fillonte erësia nga ora 7:30, po pastaj dini më afërsisht kur fillonte ndrimi i orës, se këto pastaj shikuam që ora është ndruar sepse filloi të ersoj. Pra këto elementet e natyrës na bën ne vetë. Ditët e javës i mbanim, se mbanim mend dy primet. E martë dhe shtonë. Dhe unë di them që përjetimi im më i keq ka qenë në momentin e atyre dy vajzave, pastaj që më çuan në dhomën e dënimit, vajtëm një grup dhe unë e kam përjetuar shumë keq, sa unë kam kërkuar të dal nga Bigu, sepse mendoja dhe e dija që përveç që unë po bëja më të mirë, publiku nuk më kishe kuptuar. E ndjeja, këtë nuk e di pse e kisha në ndjesin time që diçka po ndodhte jashtë rreth personit tim. Sigurisht që nuk... Ishte e vërtet kjo kur dole nga... Ishte e vërtet sepse kur kam dalë, kam parë komentet atyre muajve të parë, kanë qenë vrasës. Aty kam thënë pse u futa. Këta njerëz nuk kuptojnë, përfundimisht nuk kuptojnë as lojën, nuk ndjekin as lojën, nuk e kuptojnë që ata sado që këto thuhet 24 për 7, por prap nuk arria do t'ju thoja edhe t'i thoja o publik mos gjykoni Bigun, sepse në fund të ditës 2 kanale ishin, ne ishim 18 veta. Në qoftë se unë dhe doktori do bënim një debat, një kamera do vinte tek ne. Në qoftë se do putheshe dikush tjetër, andej pam zënë emra, iku dhe kamera. Ku i di ti se ç'bëheshe me 16 veta të tjerë, ose me 12 veta të tjerë. S'është e përmbledhje, është tek ajo që ti e ke kanalin, po dhe kanali kur të ri 24 orë për 24, edhe regjia do shkoj atje ku kanë ngjarjet. Dhe ti aty haron që është bërë një debat më parë, thën diçka më tepër, dhe ato pasaj nuk e ndjek dot fillin. Nuk e ndjek dot fillin dhe kjo më binte i natë. Ndryshimin tim aty pasaj që i thash trurit, si i thonë nga një anë, me gjuhën e këtyre popullore, ike. Ishte kur erdhi Daksi me Pjemin, ata ishin sollën dritë, sepse shikon, ju e dini që në portretin e njeriut, kush ka dritë dhe kush ka energji pozitive, ti kërkon t'ja marrësh rime atë dhe pasaj unë fillova dhe se qava më kokën qa bëheshe, vazhdoja qesha, bëja, ata kapën një të metimen që unë të rëmbem shumë, doktor. Të rëmbem shumë edhe... Kur dole nga Bigu, fjalët më të rënda që ke lexuar ose që të kam thënë, që të kam vrarë më shumë? Fjalët, ju e dini që mund t'jenë fjalët më të rënda, kur shahen femrat në mënyrën më vulgare. Nuk dua t'i përmend, sepse janë shumë. Ajo që mund ka ardhur keq është që pash një grup grash me një fjalor, me sharje, me ofendime, me bullizime, dhe mbi të gjitha të gjykonin pa të njohur. Kjo ishte, për mua ishte vrasëse. Më tepër gjykojnë gratë, gratë gjykojnë, gratë. Të pam, o plak e shëmtuar, o kështu. Dhe mundohesha fillimisht i thoja që në qoftë se ju do të aprovoni një herë fatin, një javë të izoloheni, do shikoni se çfarë nga ana psikologjike se çfarë kalon ai njeriu. Do ta bëjmë përsëri? Unë them që e bëra eksperiencën time, sepse nga njerë ju e dini që e para qëllon. E dyta pasaj do filloj të korrigjoj dhe kur fillon njeriu të korrigjon veten e... Por, në qoftë se do ta bëja,
do ta bëja pasaj për hir të interesave ekonomike. Po. Patjetër. Çfarë ishte pasi doli nga Bigu? Çfarë avantazhesh pate ekonomike, profesionale? Bigu më risolli për ne kemi 5 vjet, unë jam goxha dhe mund vjen keq nga njerë që thon Bigu, sepse unë kam filmat e mi, kam historinë time. Por rinia, vajzat e vogla, nuk çatojnë ndonjëherë ose nuk shikojnë që ore Monika Lubonja, çka ka bëu më përpara? Kjo më vriste shumë. Pastaj sigurisht që shumë reklama, njerëz që vinin më kërkonin të bëja reklama, sigurisht që pagesat kanë qenë të mira, isha nevojtare, nuk mund të them që si isha nevojtare, pavarësisht se njerëzit vazhdojnë dhe gjykojnë kjo e ka në Terezi. Kjo gjëja për shembull që thonë, kjo e ka në Terezi, hajde se vajti e bëri për 2 recka, hajde se vajti e bëri për një krem, gjë që unë këto nuk i kam pas kur në fokus, sepse unë nga këto të thash, mami im ishte ajkën e qumshit për të më bërë një tajtim fytyre me pambuke dhe me ato napat të sterilizuar që i merrnim nga doktor Kujtimi, kirurgjia e doktor Kujtimi që unë e kam shumë, ai nuk jeton po. Ka qenë nga doktorët që, kështu që ku unë e vogël se si isha trajtuar, e veshur shumë mirë. Nuk dua të them që pse kam pas ato plastika, po unë kam qenë nga gocat edhe gjimnazistet kam qenë e veshur më mirë. Atë që ju thatë pak më parë, me këmisha bulgare, italiane, që mami si vishte do se në atë kohë ja penguan të shkretës. Biles mami im në atë kohë ishte një nga mjeket doktor, që kishte manikyrin të dukshëm. E lyen të javë për javë, regulon të thojt. Pra, kur ti je rritur këtu, nuk mund të presësh që të marrësh ato rroba që për mua nuk. Por kjo ishte gjykimi që të bënin njerëzit dhe atë qarti. Po unë, doktor, gati 3 muaj kam qenë izoluar. Edhe kur dola nga Bigu, kam marrë qetësues. Pse? E kalova shumë keq. Kam kalu shumë keq. Kur lexove këto komente, këto gjëra të vranë? Po, jo më kam vrarë. Biles një koment ka qenë kur kam lexuar një idiotësi të disa gazetarëve që për të klikuar, kjo e tradhoi ose e tradhoi buri ose e tradhoi kjo që aty u bën një temë bisede që në qoftë se i dashuri ose buri do tradhoje e bëri Shela këtë pyetje, a do ta falni ti ju tradhtin? Kjo ishte pyetja që u bën në Big dhe gazetarët marrin këtë pjesën dhe unë thash do ta falja. Sepse në momentin që ti e do një njeri, do ta falësh që të japësh një shans tjetër, se të thjesht gjë shumë e madhe, doktor, me thënë fjalën tradhti. Unë e quaj shumë të madhe. Duhet të analizosh shumë për tradhtin. Dhe kjo u bë shumë e madhe. Shumë individuale, falja, apo... Po falja është hynore. Po do t'ja japësh shansin vetes, do t'ja japësh zemrës tate, shpirtit tat, po trupit tat, po të gjithave. Edhe njerëzit, e mori gazetarja dhe fillovan të gjithë, kush nuk ishe shkruajtur, kush... Ajo pastaj më ka vrarë përfundimisht, sepse ne kemi pas një divorc shumë të mirë kuptueshëm me njëri tjetrin. Çfarë projekti shket tani? Tani dua të hap diçka time, po ju a them për herë të parë ju. Diçka komplet ndryshe, nuk duhet bëj këto marrjet në intervistë, në këto sepse njerëzit pak a shumë i njohin sot, por dua të bëj diçka fani, atë që unë faktikisht edhe në Instagramin tim e nxjerr, jo se s'kam hallë. Kam pas, mos ajo video me që është bërë fjalën e gjithë botën me Jonitën. Po, e di pse, doktor, ju e shikoni që jeta jonë është shumë e vështirë. E imja, e juaja. Edhe juve keni vështirësitë tuaja. Sa hallë keni ju këtu, po se tregoni, dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Dhe unë them që unë duhet të jem atyre njerëzve për të dhënë një shkëndi gëzimi, të qeshin. Dikush edhe mund të shaj, le të shaj. Në një program do i diçka që ta bësh online? Online duhet ta bëj dhe duhet të jem te diçka fani, te gratë fani, te një mosh edhe e re, po një mosh edhe e bukur me ato rrudhat e tyre, me ato bëmat e tyre. Okej, ke nevojë për ndonjë sponsor? Kam. Jam unë i pari që do të vi. Okej, si sponsor, okej, dakor.
Faleminderit. Kemi vi me kënaqësi. Faleminderit. Si sponsor, nuk do t'jemi ftuar si që Jo, po i ftuar do jesh si se Ah, ashtu do si e të- kam do të kthej- ndërtuar unë, do- ti do- do do- vi se do do të bëjmë kthej do nderin. bëjmë film ne bashk. Jo, mos ma kthen deri, nuk do të bëj film. Do më pyesësh ti, do më marrësh në Jo, do të marr ndryshe unë ty. Okej, ja, okej, vi po ta me them kënaqësi unë të tani, madhe. do thuash ku e ke bërë gjetjen. do vi me kënaqësi. Por mbaj të mend do ma madhe. sponsorizosh. Po patjetër. Unë jam i fjalës. Ja. Okej, unë këtu kam shpenzuar shumë për të bërë këto gjëra do. Jo, unë e këto. kam minimaliste dhe Po. unë të përgëzoj për këtë gjë sepse është diçka e veçantë, diçka që nuk e shef në podcastet e tjera dhe dua t'ju them që vetëm në 2 podcaste kam qenë sepse s'kam dëshirë të shkoj, jo se nuk i respektoj për mundin për gjitha, por unë dua gjërat e veçanta, ato që njerëzit nuk i kanë parë. Dhe kur më thashë mos doni të më bëni të gjoksin dhe të më merrni të në intervistë në Çfarë mendon për operacionet estetike? Unë jam pro. Pyetja e fundit kjo. Po, unë jam pro. Unë jam pro që gruaja të ndjetë mirë, që gruaja të ndjetë. Kur them edhe unë e pranoj të kem një rrull, sepse sot jam 57 vjeçe dhe pa diskutim do të është edhe genetike, doktor. Ju e dini që nuk është vetëm kremrat e ti me gjilpërat e këto, por është genetike. Sigurisht që unë jam pro që gratë të ndihen mirë dhe duke u ndier gratë mirë me veten e tyre. Që unë ndjen burrat, po ndjet ai që ti pi një kafe, ajo që ti pi një kafe, ajo e përditshmja jote. Ore del në fund fare në pasqyrë dhe thua, o po unë jam ndryshe dhe do relaksoj veten, po do t'tregoj dhe një pozitivitet. Unë nuk jam për ndryshimin e strukturës, për egzagerimet. për egzagerimet, për ato çka sot po bëhen, jo për të qenë ato të bukura, po për t'i shitur ato. Për këto nuk jam unë, doktor. Edhe me këtë unë do ta mbyll me këto fjalë të fundit të Monika Lubonjës, unë të falenderoj jashtë kur të Kemi fillosh kaluar projektin tënd, jam kënaqur shumë, kur të fillosh projektin tënd më ke mua sponsorin e parë. Katin, mua. Unë nuk e di, po do bëj çuditëra me të. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Unë kënaqja vërtet, e ka dalë shumë bukur këla moja.